Pas raportimeve të qytetarëve për një banesë teje të amortizuar dhe të braktisur, nga e cila ishin shkëputur pjesë të çatisë duke rrezikuar sigurinë e kalimtarëve, ndërmarrja e shërbimeve publike ka ndërhyrë menjëherë në rrugën Babaj, duke kryer pastrimin dhe largimin e elementeve të rrezikshëm. Ndërhyrja ndoq nga nënkryetari i Bashkia Shkodër, Rudin Beka, i cili u njoh nga afër me situatën dhe masat e marra në terren. Kjo ndërhyrje u realizua me qëllim garantimin e sigurisë publike dhe parandalimin e çdo incidenti të mundshëm në kuadër të reagimit të shpejtë institucional ndaj problematikave që cënojnë jetën dhe mirëqenien e qytetarëve.